Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Selenice referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë, për shtetasin me iniciale AC, 56 vjeç, me detyrë përgjegjës në firmën e mirëmbajtjes së Pusit të Naftës në fshatin Kocul. Pasi më datë 27 maj 2025, është dëmtuar në dorë gjatë punës, shtetasi me iniciale GM, 56 vjeç, banues në Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku shpallën në kërkim shtetasin me iniciale VP, banuese në Vlorë, pasi dje ka kanosur dhe fyer shtetasin me iniciale LC. Gjithashtu, u referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi më datë 27 maj 2025 është gjetur nga familjarët i vetvarur në oborin e banesës, shtetasin me iniciale PD, 61 vjeç, banues në Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarand referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AO dhe AD, banues në Sarand, pasi janë konstatuar duke kryer punime me ekskavator në lagjen nr. 3 në Sarand, pa lejen e organeve kompetente. Shtetasi me iniciale GB, banues në Sarand, pasi ka ndërtuar pa leje 2 platforma në një pjesë plazhi që ka në menaxhim. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarand arestuan në flagrancë shtetasin polak me iniciale KM, 44 vjeç, banues në Poloni, pasi më datë 27 maj 2025 në rrugën DA në Ksamil, duke drejtuar automjetin në gjendje të deur, ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.